Fituesi i edicionit të dytë të Big Brother VIP Kosova, Lombard Salihu, ka reaguar për herë të parë ndaj zërave që e lidhi në një marrëdhënie dashurie me këngëtaren e njohur shqiptare Semi Jahupaj. Në një intervistë të dhënë për emisionin Studio A, i ka sqaruar publikisht pozicionin e tij, duke theksuar se bëhet fjalë vetëm për një shoqëri dhe asgjë më shumë. Më ka dërguar disa artikuj, është normale me pas shok dhe shoqe, nuk ka asgjë më tej. Jetën private nuk kam shumë qejf ta ndaj, tha Lombardi me qetësi, duke hedhur poshtë çdo aludim për një lidhje romantike. Zërat për një lidhje mes tyre nisën të qarkullonin pas disa shfaqjeve të përbashkëta në rrjetet sociale, ku dyshja u pan pra njëri tjetrit. Kjo mjaftoi që mediat roz të nisnin spekullimet për një romancë të mundshme. Megjithatë, deklarata e fundit e Lombardit i jep fund këtyre thashëthemeve, të paktën për momentin. Lombardi, i cili fitoi zemrat e publikut gjatë qëndrimit të tij në shtëpinë më të famshme në Kosovë, është bërë një prej emrave më të komentuar në showbizin shqiptar. Pas daljes nga Big Brother VIP, ai është përfolur vazhdimisht për lidhje të mundshme dashurie me emra të njohur të ekranit, por ai vetë ka zgjedhur të ruajë një profil të matur dhe diskret për sa i përket jetës personale. Nga ana tjetër, Semi Jahupaj, e njohur si këngëtare dhe ish banore Big Brother VIP Albania, nuk ka komentuar publikisht mbi këto zëra.